إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar nderuar, jeta e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe e sahabëve të tij të nderuar radhiyallahu anhum ejma'in është përplot me sekuenca dhe fragmente të rëndësishme, të cilat përçojnë mesazhe direkte dhe tejet madhështore për ne si pasues të tyre. Dhe një prej fragmenteve që më ka bërë përshtypje shumë gjatë këtyre ditëve është edhe rasti kur Omeri radhiyallahu anhu e përshëndet i jep selam Othmanit radhiyallahu anhu, por i cili për një moment nuk ja kthen selamin. Dhe Omeri nga kjo normalisht që nuk ndihet mirë. Jo që mendon keq për Othmanin, por mendon se i ka bërë diçka Othmanit që ky ose ka harruar ose nuk po e di. Andaj nga keqardhja shkon tek Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe i thot: O Ebu Bekr, kalova pranë Othmanit, i dhash selam, por nuk ma ktheu selamin. Dhe u çudita. A thua vallë, çfarë mund të ketë ndodhur? Ebu Bekri thot: eja me mua dhe shkojmë me pyesim direkt Othmanin. Shkojnë tek Othmani radhiyallahu anhu dhe i thon: pse nuk ja ke kthy selamin Omerit kur ka dhënë selam Othman? Tha: vallahi unë nuk e kam pa. Tha: si s'm ke pa Omeri? Tha: më ke këshyr në sy, edhe s'ma ke kthy selamin. Tha: unë ndoshta në sy të kam këshyr, po s'kam pa. Kam qenë i preokupum me diçka tjetër. Kam qenë i preokupum me mendimin tim rreth shpëtimit. Një transmetim tjetër tregon e thotë se ka qenë duke mendu rreth shpëtimin nga cytjet e djallit mallkuar. Si është mundësia me shpëtu prej cytjeve të djallit? Ebu Bekri radhiyallahu anhu thotë: unë e kam pyetur pejgamberin e Allahut për këtë pyetje. Dhe më ka thënë: thuajeni atë që i kam thënë apo që e kam urdhëruar axhin tim ta thot, por që nuk e tha. Pra fjalën la ilaha illallah. Nëse dëshironi me shpëtu, qoftë nga cytet e djallit mallkuar si diçka specifike, qoftë nga rreziqet e jetës kësaj bote dhe zjarri i xhenemit në botën tjetër, atëherë shpeshtojeni fjalën la ilaha illallah. Ky fragment sahabësh është aq madhështor sepse tregon për edukatën e lartë të sahabëve të nderuar. Dhe normalisht këta janë nxënësit e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Dëshiroj ta zbres në realitetin tonë aktual, në praktikën tonë, dhe ta krahasojmë veten me këta sahabë nderuar. Ndonë se ata ishin njerëz, nuk ishin as engjëllor e as jashtëtoksor, ishin njerëzor sikurse ne. Por për kushtimi i tyre për ta edukuar shpirtin, zemrën dhe mendjen e tyre ishte i veçantë. Pa krahasimisht më i madh se sa për kushtimin ynë. Vetë fakti që Omeri i ka dhënë selam Othmanit radhiyallahu anhuma tregon për dashurinë që e kanë pasur sahabët ndaj njëri tjetrit. Pastaj fakti që ai nuk ja ka kthy selamin dhe ky ka menduar që
i ka bërë diçka Uthmanit, tregon se sa të kujdesshëm ata kanë qenë në raport me njëri tjetrin. Ndonë se ata nuk kanë pas komplekse mes vete, sikur se kemi ne sot. Ata i kanë ndërtuar raportet e tyre mbi vlerat njëri tjetrit, jo mbi mangësi, por mbi vlera, mbi përparësi. Ata kanë pasur prirje që t'ia shohin përparësit njëri tjetrit, jo mangësit, mirësit, jo dobësit. Prandaj kjo ka përbë keqardhje për Omerin radiallahu në ato momente, sepse a di për kë bëhet fjalë për Uthmanin, për atë për cilit janë turpruar me laqet e Allahut. Aq i turpshëm ka qenë, sa që me laqet e Allahut janë turpruar kur e kanë pa Uthmanin radiallahu anhu arda. Pra ai nuk ka dashur që ky raport me uzbe me te. Dhe për këtë arsye nuk ka pas edhe guxim me i thonë direkt, por ka shku tek Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe kur ka shku tek Ebu Bekri dhe ja ka shpreh këtë keqardhje dhe edhe këtë ndjesi jo të mirë se si ndodhi kjo, shikoni Ebu Bekri sa i kujdesshëm ka qenë, nuk ka paragjyku, as nuk ka qenë shfrytzues rasti që me shti mes tyre. Por as edhe paragjykimin më të vogël se ka bë, sepse një gjë e tillë nuk lejohet. Ka thonë, ja, shkojmë edhe e pyesim Uthmanin direkt, radiallahu anhum ejma'in, sepse ata e kanë jetuar ajetin e Kuranit, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. O ju që keni besuar, pra Allah po ju drejtohet besimtarve. Dhe po ju thot, o ju që keni besuar, largojeni sa më shumë që keni mundësi prej dyshimeve, prej paragjykimeve, sepse shumë prej paragjykimeve dhe dyshimeve janë mëkat, çojnë mëkat. Nëse analizojmë gjithë jetën tonë, veprimtarinë tonë, raportet tona mes vete, lirisht mund të themi se shumica e problemeve burojnë nga paragjykimet. Paragjykimet që ne i krijojmë ndaj njëri tjetrit. Paragjykimi çon dyshim. Dyshimi pastaj të çon në gjykim. Gjykimi të çon në vendim. Vendimi të çon në shkatrim. Pra këto janë të ndëlidhura. Fillimisht fillon me paragjykimin ndaj dikujt. Një njeri që Zoti i ka dhënë shumë të mira, për një moment mund të ketë ndodhur diçka, edhe mund edhe të ketë gabuar diçka në raport me ty. Kjo nuk do të thotë që ai njeri bëhet i keq. Kjo nuk do të thotë që ai njeri meriton një trajtim të keq. Nëse dikush ta kundërshton një mendim, mos e merr për kundërshtar, ai nuk është kundërshtarit. Nëse dikush të këshillon me diçka ose edhe të kritikon me diçka, kjo nuk e bën atë njeri të keq. Përkundrazi, ai njeri ka vlerë sepse ai njeri ta do të mirën. Nëse ka përgjedhur fjalë jo dura për me të këshillu ty, dije se ka të tjerë që flasin prapa shpine. Ky është shumë më i nderuar sepse ai ka ardhur në fytyrë dhe po mundohet që ty me të përmirësu. Pra, qasja jo ndaj të tjerëve duhet jetë me mirëmendim dhe jo me paragjykim apo me dyshim. Dhe për këtë arsye pejgamberi Allahut ka thënë se rana më e madhe kush është paragjykimi. Inna akdhabul hadithi, ka thënë mendimi më i keq adh-dhann akdhabul hadith. Paragjykimi është gënjeshtra më e madhe, sepse nga këtu fillojnë të gjitha problemet mes njerëzve. Pastaj shikone se me çka është preokupu mendja Uthmanit radiallahu anhu. Në ato momente, Omeri ka kalu, nuk ka qenë çfarëdo njeriu. Edhe mos me pa Omerin 2 metra njeri, mos me pa Omerin me sa vlera që ka pas ai, çfarë lidhje të ngushtë kanë pas mes vete, sidomos 4 halifet, shoqëruesit më të afërt të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon se ai ka qenë i preokupuar me diçka shumë të madhe, por jo me diçka të kësaj dynjaje. Për dallim për nesh. Edhe ne nuk shohim sepse mendja she, nuk she syri, mendja she. Edhe mendja e Uthmanit nuk ka pa në ato momente, por me çka ka qenë e preokupuar me mendja e Uthmanit? A ka qenë me tregti? Jo. A ka qenë me hasmëri? Jo. A ka qenë me ndonjë lakmi tjetër kësaj bote? Jo. Ka qenë me preokupimin se si të shpëtoj unë. Qoftë në kuptimin specifik dhe të ngushtë fjalës, si të shpëtoj nga cytjet e djallit, qoftë në kuptimin e përgjithshëm si të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Pra mendja e tij në ato momente ka qenë e preokupuar me shpëtimin. Prandaj Omeri radiallahu anhu ka thonë, unë mërzita se mos të kam bërë diçka e unë nuk po e di, ose kam harru, që me ta kërku halallëkun. Ata kur s'kan pas prirje me e fajsu tjetrin. Në radhë pare kanë kërku problemin tek vetja. Vetë Omeri radiallahu anhu është ai i cili ka thonë, nëse ndonjë vëlla e sheh gabim diçka, mundohet gjesh 70 arsyetime për të arsyetuar gabimin e tij. Pra mundohet të shohësh pozitivitetet e tij, se njeriu nuk i ka krejt këqijat, ka edhe disa të mira.
Pra kjo është një edukatë e lartë që ne duhet ta ndërtojmë në raport me njerëzit. Duhet mundohemi që t'i shohim pozitivitetet e tjerëve. Nëse ka dikush një dobësi, qasju pozitivitetet e tij, mirësive, përparësive të tij. Nuk hudhet molla për një pikël, as për një kalbje të lehtë. Ajo është nimet i Allahut, nuk hudhet, nuk gjuhet. Kështu është edhe me njerëzit. Njerëzit janë shumë më vlerë se sa çdo mirësi e jetës kësaj bote. Nuk hudhet njeriu për një gabim, as për një paragjykim, as për një problem të caktuar. Përkundrazi, ne duhet bëjmë të pamundurën që atë gabim t'ja përmirësojmë, që atë problem t'ja zgjidhim, që raportet tona t'i afrojmë dhe të mos i shkatrojmë. Dhe gjithashtu kjo tregon për pastërtinë e zemrave të sahabëve. Ata kanë pasur zemra të pastërta. Ata kanë pasur zemra të përkushtuara për arritjen e kënaqësisë së Allahut. Ata nuk kanë lejuar që në mesin e tyre të krijohen paqartësi dhe probleme e konflikte, sepse fundja jemi njerëz. Për një kasht digjet një shtall. E nga një shtall një mahall. Kështu fillojnë problemet. Qofse nuk i bie mas këtyre paragjykimeve, atëherë ekziston rreziku që me kriju pastaj barriera mes nesh, probleme e jo rallëherë dhe hasmëri. Shikoni Omeri nuk ka leju që ky dyshim me u thellu. Ndonë se s'ka dyshu në vlerën e Uthmanit, absolutisht. Ai ka pas dyshimin vetvete se mos vallë unë i kam bërë diçka atij, por ka dashur ta qartësoj situatën, sepse njerëzit e sinqertë, besimtarët e deni, ata nuk lejojnë që në zemrat e tyre me kriju trazira, me kriju paqartësi, që pastaj përçojnë edhe mendime të këqija, por ka dashur me sqaru situatën. Nuk ka dashur me ungut e me shku tek Uthmani direkt me i thonë, sepse ajo është pala me cilën ka pas keq kuptim ndaj tij, por ka shku tek njeriu që çështën e sheh nga jashtë. Sprovën e trajton nga jashtë, si palë e tretë. E normalisht dihet vlera dhe drejtësia e Abu Bekrit, radhiyallahu anhu. Edhe sa thjesht, edhe sa bukur e ka trajtu problemin. Nuk i ka thonë Abu Bekri as se Uthmani ka gabu ose me paragjyku, por as nuk e kalon çështjen pa sqaruar. Menjëherë ka kaluar në sqarimin e çështjes. Ka thonë: "Ja me mua dhe shkoj me pyesim Uthmanin. Pse mos me leju që në zemrat tona me kriju hapësira që shejtani mjeshtrisht i shfrytëzon ato për në mena përça neve." Dhe kjo përfundimisht dhe përgjithsisht tregon për dashurinë e sinqertë që e kanë pasur ndaj njëri tjetrit. Praktikisht është ajo që ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Askush prej jush nuk ka besuar së vërteti derisa nuk ja do vëllahu të tij atë që ja do vetes së tij. Pra atë që s'e ka dash vetes Omeri, s'e ka dash as Uthmanit. Por edhe nasjelltas, atë që s'e ka dash vetes Uthmani, s'e ka dashur as Omerit, edhe Abu Bekri asnjëri prej tyre, sepse zemrat e tyre kanë qenë të mbushura me dashuri të sinqertë, jo me dashuri për intereset kësaj bote. Edhe inatet e tyre i kanë tejkalu pikërisht për shkak të kësaj dashurie të sinqertë që e kanë pas. Ka pas përplasje shumë të mëdha në mesin e sahabëve. Edhe mes Omerit dhe mes Uthmanit ka pas përplasje shumë të mëdha gjatë jetës tyre, por ata nuk i kanë personalizuar çështjet. Ata kanë pas kauz reale dhe të sinqertë, kauz islame, nuk kanë pas kauz personale. Ata nuk e kanë dhënë më të shtrenjtën për ndonjë interes personal, por as për ndonjë inat personal. Nuk e kanë hub vllaun, shokun për ndonjë inat, për ndonjë gabim eventual. Lusim Allahun e Madhërisëm të na bëjë për besimtarëve të sinqertë, që duam njëri tjetrin për hir të Allahut, që e mirë kuptojmë njëri tjetrin, që nuk paragjykojmë, por që mirë mendojmë, që sqarohemi mes vete, që nuk krijojmë hapësira që djalli i mallkuar të shfrytëzojë ato dhe të krijojë përçarje, barriera e hendeqe mes nesh, por të mundohemi që të ruajmë lidhjen tonë, sepse lidhja jonë mes nesh dëshmon për imanin tonë, për besimin tonë në Allahun e Madhërisëm, në veçanti dashuria mes njëri tjetrit për hir të tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.